Presidenti kroat Zoran Milanović po qëndron për një vizitë zyrtare në Selinë e Shenjtë, ku ai dhe bashkëshortja e tij u pritën në një audiencë private nga Papa Leoni XIV. Ai tha se takimi ishte i mirë dhe i këndshëm, teksa shtoi se është folur edhe për zhvillimet në rajonin e Ballkanit. Duke folur për mediat pas takimit, presidenti kroat u ndal edhe te Kosova, duke përmendur faktin se vendi nuk njihet nga Vatikani si shtet i pavarur. Siç e dini ju, Kosova nuk njihet nga Vatikani. Vatikani është mjaft konservator në këto çështje, ata nuk e njohin lehtë, ata se njihnin as shtetin e pavarur kroat, siç njihej gjatë luftës së dytë botërore, por Kosova nuk është shteti i pavarur kroat. Kosova është një shtet që ne e njohim dhe që për fat të keq nuk është njohur nga 5 shtete të tjera në Europë, secili për arsyet e veta, gjë që tregon se shtetet janë egoiste dhe të orientuara drejt vetes. Kjo është në fakt gjendja normale e punëve. Ajo që është e rëndësishme është që ato të mos jenë të keqia dhe pushtuese dhe vështirë se mund të ndryshojë diçka, dhe mua më vjen keq për këtë, sepse unë kudo që mundem them që Kosova duhet të njihet, është shtet dhe kjo nuk do të ndryshojë, dhe këtë nuk e them me qëllim të keq kundër serbëve apo Serbisë, por është realitet, tha Milanović. Presidenti kroat shtoi mëtej se në takimin me Papën nuk u fol për politik, teksa deklaroi se e ka ftuar Leonin për vizitë në Kroaci. Ai reagoi mirë, mendoi se do të vijë në Kroaci, por ky është Papa, nuk është një rekrutim për një shfaqje talentesh. Askush nuk do ta dëgjoj Papën të thotë, po vi, s'ka problem, por mendoj se do të vijë, tha presidenti kroat.